ëndër një shoku im shumë i ngushtë. Shoku i ngushtë? Shoku im shumë i ngushtë. Që gjithmonë, para se me mbi i thea, që kush e di se si, sepse unë i kam ca veprime ekstrem shumë natyrale, kupton, nuk është se i bëj me qëllim. Më vjen natyrshëm ta bëj, ashtu i bëj, kupton, nuk është se kam marrë të kam thënë që unë do të tregoj këtë version të Stelinit. Jo, unë kam marrë tu, atë po thea Krisit, çfarë s'bëj unë në jetë është këto ngacmimet. Kto që s'ke ç'a bën në shkollë gritë me të. Ama mënyrën se si sillem, mënyrën se si reagoj kur jam me nerva, mënyrën se si reagoj kur jam në humor, kur mërzitem, e të tjerë i kam shumë natyrale dhe në asnjë moment nuk kam treguar një anë time falso, kupton. Edhe gjithmonë diskutojmë të them, imagjinoj çik, vjen një moment që tamam të del nga vetja, kupton? Të më ikë situata jashtë kontrollit, nuk ka ndonjë ndonjëherë në jetë. Po thea, këtu mvaret nga kushtet, nga Çfarë vit tjetër bëj përse për një lloj situatë ose të qasë ty bëj si ta bel qitje kur ai s'ka lidhje fare për shkakun, s'ka më gjë të keqe. Edhe sa kam mbyll syt, më doli shumë edhe u zgjova se më ka pas fol gjithmonë. Hajde more, s'ka dert, si ta kemi të shkujt me. Miri po marron medalën, si debat atë. Vdesaj medalën, po marron. Kush? Miri. Si medalë? Që dalon. Po, mu ma ka thënë që mu më leverdis të dali Mateo. Unë i kam thënë jo, unë për shumë do mbite shumë keq nëse do dilte Mateo. Ja thashtë Kristit kishte kuptu fare, më filmuar në ca muhabete tjera pastaj që s'pëlqen hiç. Ku e diti që Burkina s'është afruar me Mateo, se ndoshta Mateo ka pas pëlqim për ty. Ti ke nejtë më shumë me Mateo në top 15 sa me Burkina nga fillimi në fund. Po çite ka tash mos e më ha muhabete me ty, s'do të me ty. Kristi, unë me Mateo kam ndi për teje. Tash në bisedën e parë fare ne kemi bërë ne të tre. Tash më ka pëlqyer mënyra si mendon, mi ka dhënë mendimet e sinqerta. Unë i thash që kam dhënë mendimet e sinqerta, ne ç'të bëj? Pse pyeti çfarë marrëdhënies i pëlqen? Ore. Po s'ka lidhje pse unë me Erikun e pyet. Do flas me Erop, ti do flas me Erop. Në festivalin 2020, po në 2025-ën. Mateo ne kam pyet për palestra, tani më intereson tani si mendon si njeri, si jeton, ç'a bën. Se për çfarë do të pyes tjetër Mateo? Po e di ku ka puna këtu brenda. Që mund zihesh me 15 veta. Po s'pate një Erop, 2 Erop, tulesh me bëj bisedë tamam. Ti që ka problem pra? Si? Që ka problem? Po problem është. Jo, që ka problem dhe më ul me bë bisedë. Po. Por se këtu është bë kjo fjala loj, është bë kështu. Faleminderit. Ti vjen thot Senadio, jo ngre bukën kejsit. I thot Mirit. Ne po bënim atë gjën, unë po isha në botën time komplet, unë prandaj u acarova shumë. E di sa në Terezin time, që kur erdhi Miri thash mos, erdhi ky, tani do na